Horoskopi ditor, e hënë, 12 janar 2026. Dashi. Ndikimi energjik i Marsit së bashku me vibrimin intelektual të Mërkurit mund t'ju shtyjë drejt veprimeve vendimtare. Është një ditë për të kapur mundësitë në sferën tuaj profesionale. Besojini instinkteve tuaja, por shmangni vendimet impulsive. Merrni në konsiderat të gjitha aspektet përpara se të zhyteni në to. Marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi juaj proaktiv, duke ju lejuar të lidheni në një nivel më të thellë. Motivimi juaj mund të çojë në lidhje të reja ose në ringjalljen e atyre të vjetrave. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj në ushtrime, duke parandaluar lodhjen që mund të lindë nga përpjekjet intensive. Përqafoni një dietë të ekuilibruar për të ruajtur vitalitetin tuaj. Financat tregojnë premtime nëse trajtohen me kujdes. Shmangni investimet me rrezik të lartë. Me Jupiterin që inkurajon zgjerimin, imagjinoni një pamje më të gjerë për të sjellë vizione në jetë. Lini më një kohë për reflektim, duke lejuar që njohuritë të udhëheqin udhëtimin tuaj. Aktivitetet që nxisin relaksimin, si meditimi ose yoga, sigurojnë stabilitet. Lëreni kozmosin të përshtas rrugën tuaj me besim sot. Demi. Konfigurimi qiellor i sotëm me Venusin që nxit angazhimin shoqëror nënkupton një kohë të mbarë për forcimin e lidhjeve personale. Mund të tërhiqeni nga miq dhe familja e ngushtë, ku bisedat kuptimplote ju lehtësojnë zemrën. Në punë, durimi i kombinuar me qasjen tuaj praktike ju ndihmon të përballoni sfidat pa mundim. Konsideroni këtë një ditë të mirë për të organizuar plane ose projekte që kërkojnë vëmendje ndaj detajeve. Financiarisht, yjet inkurajojnë kursimin. Shmangni blerjet impulsive dhe përqendrohuni në strategjitë e kursimit afatgjat. Shëndeti mund të përfitojë nga rregullime dietike. Përpiquni të përfshini vakte më të ekuilibruara për të mbështetur nivelet tuaja të energjisë. Demi, marrëdhëniet tuaja romantike lulëzojnë në rëndësinë e Venusit. Shfaqja e vlerësimit nxit harmoninë. Nëse jeni beqar, prisni takime interesante që mund të frymëzojnë lidhje të reja. Angazhimi në hobi dhe ndjekje krijuese pasuron shpirtin tuaj, duke lejuar një ditë produktive, por të këndshme. Mos harroni të ushqeni paqe mendore, duke shfrytëzuar çdo mundësi për pushim, duke rritur mirëqenien tuaj në përgjithësi. Binjakët. Në ndikimin e dyfish të sotëm të Mërkurit, planetit tuaj sundues dhe Venusit, ju inkurajoheni të përzieni intelektin me sharmin. Komunikimi rrjedh pa mundim, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për negociata ose prezantime. Kurioziteti juaj çon në zbulime interesante që pasurojnë bazën tuaj të njohurive. Partneritetet, si personale ashtu edhe profesionale, përfitojnë nga mendjehapuria juaj. Është thelbësore të qëndroni të adaptueshëm dhe të hapur ndaj perspektivave të ndryshme. Financiarisht, shërtimi i shpenzimeve siguron optimizimin e burimeve. Synoni të shmangni teprimin, pasi mund të ndikojë në stabilitetin tuaj fiskal në planin afatgjat. Nga ana shëndetësore, prioritizimi i relaksimit mendor përmes praktikave të vetëdijësimit përmirëson aftësitë njohëse, duke rritur produktivitetin tuaj. Nga ana sociale, lulëzojnë duke futur humor në ndërveprime. Natyra juaj e këndshme tërheq të tjerët, duke thelluar lidhjet ekzistuese dhe duke filluar miqësi të mundshme. Sipërmarrjet artistike dhe idetë inovative evoluojnë, duke pasuruar anën tuaj krijuese. Qëndroni të qëndrueshëm mes fluksit të energjisë, duke siguruar qartësi në çdo veprim të ndërmarrë sot. Gaforria. Ndikimi hënor i sotëm nxit emocionet, duke pasuruar aftësitë tuaja intuitive. Është një ditë për të theksuar kujdesin për veten, pasi nevojat personale mund të kenë përparësi. Në punë, vetanaliza ndihmon në vlerësimin e rrymave themelore, duke lejuar avantazhe strategjike. Besojini instinkteve tuaja për të udhëhequr vendimet, duke siguruar qartësi në mes të situatave komplekse. Financiarisht, miratoni optimizëm të kujdesshëm. Përpjekjet e buxhetimit ofrojnë siguri. Shikoni investimin në përfitime afatgjata në vend të kënaqësive afatshkurtra. Harmonia familjare rritet ndërsa shprehni vlerësim për të dashurit. Diskutimet e sinqerta rrisin mirëkuptimin. Angazhimi në aktivitete si gatimi ose kopshtaria ushqen paqen e brendshme, duke forcuar moralin. Shëndeti juaj përfiton nga ushqimi i ekuilibruar i shoqëruar me aktivitete të qeta, të cilat mbështesin mirëqenien fizike. Jepini përparësi mirëqenies emocionale duke praktikuar meditimin ose shkrimin e ditarit, duke përpunuar ndjenjat në mënyrë konstruktive. Shmangni angazhimin e tepërt në angazhime shoqërore. Mbledhjet e vogla dhe intime i përshtaten temperamentit të gaforres,
duke nxitur lidhje të vërteta. Lejoni që kreativiteti të lulëzojë, duke frymëzuar një ndjenjë ripërtëritjeje sot. Luani. Thelbi i gjallë i diellit sot ju fuqizon me vetbesim dhe karizëm, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për role udhëheqëse. Dilni në qendër të vëmendjes në punë për të përmbushur ambiciet tuaja, ndërsa përpjekjet e ekipit rezultojnë të shpërblyese. Kreativiteti juaj shkëlqen, duke ofruar zgjidhje inovative për sfidat. Bashkëpunoni me të tjerët hapur për të përfituar nga njohuritë kolektive, duke amplifikuar suksesin. Lindin mundësi financiare. Vlerësimi i kujdesshëm siguron rezultate të frytshme. Ndërsa fati favorizon guximin, aftësia dalluese parandalon hapat e gabuar. Shëndetja arrin nivele të reja me rutina aktive dhe praktikat e ekuilibrit mendje-trup si yoga ose tai chi. Atmosferat romantike rriten me prekjen e Venusit, duke inkurajuar gjeste dashurie që forcojnë lidhjet e dashurisë. Luanët beqar përjetojnë sharm magnetik, duke tërhequr partner potencial. Në aspektin shoqëror, euforia juaj fuqizon mbledhjet, duke i bërë ndërveprime të gjalla dhe argëtuese. Dinamika familjare përfiton nga prania juaj e ngrohtë, duke nxitur unitetin. Përqafoni pasionet artistike, duke lejuar shprehjen e gëzueshme të vetvetes. Balanconi entuziazmin me reflektimin, duke siguruar që mençuria të udhëheqë udhëtimin tuaj të gjallë sot. Virgjëresha. Sot është një ditë për të shfrytëzuar aftësitë tuaja analitike, me Merkurin që rrit aftësinë tuaj për të detajuar dhe organizuar. Përqendrohuni në detyrat që përfitojnë nga planifikimi i kujdesshëm. Prisni sfida, por mos harroni se qasja juaj praktike është një aset duke ofruar zgjidhje efikase. Kritika konstruktive është thelbësore në mjediset profesionale. Qasuni reagimeve me përullësi dhe hapje. Financiarisht, investimet metodike ofrojnë rritje. Sigurohuni që të bëni kërkime të plota para se të angazhoheni. Shëndeti përfiton nga rutinat e qëndrueshme. Përfshini vaktet e ekuilibruara dhe ushtrime të moderuara. Mbani stresin nën kontroll me teknika relaksimi siç është meditimi. Në frontin personal, marrëdhëniet ushqyese janë jetësore. Bisedat thellojnë lidhjet, prandaj filloni diskutime me të dashurit. Ju gjeni instinktivisht harmoni në sferat shtëpiake, duke krijuar një mjedis qetësues. Angazhimi në hobi që ju pëlqejnë, të tilla si punimet artizanale ose shkrimi, nxit kreativitetin dhe kënaqësinë. Rreshtimi qiellor i sotëm ndihmon në manifestimin e qëllimeve afatgjata, duke mbajtur vizionin tuaj të përafruar me qëllimin. Besojini mençurisë suaj të brendshme për të lundruar në kompleksitete. Peshorja. E ndikuar nga Venusi, sot sjell një prekje harmonike në ndërveprimet tuaja, duke nxitur paqen dhe ekuilibrin. Zhytuni në projekte bashkëpunuese në punë. Aftësitë tuaja diplomatike ngren boshllëqet, duke nxitur unitetin e ekipit. Marrja e vendimeve përmirësohet ndërsa merrni në konsiderat perspektiva të shumëfishta, duke dhënë rezultate pozitive. Financiarisht, reflektoni mbi shpenzimet, duke siguruar ekuilibrin midis kursimeve dhe kënaqësisë. Çështjet shëndetësore kërkojnë vëmendje. Përfshini aktivitete relaksuese që harmonizojnë trupin dhe mendjen, të tilla si pilates ose noti. Në frontet personale, energjitë romantike forcojnë lidhjet. Nëse jeni beqar, mund të zhvillohen takime simpatike, duke ofruar mundësi emocionuese. Forconi marrëdhëniet ekzistuese përmes gjesteve të menduara mirë dhe përvojave të përbashkëta. Në aspektin shoqëror, sharmi i peshores tërheq admirim, duke ju bërë qendrën e bisedave tërheqëse në tubime. Dinamika familjare përfiton nga prania juaj qetësuese, duke zgjidhur konfliktet me lehtësi. Përpjekjet artistike si piktura ose muzika frymëzojnë kreativitetin, duke shërbyer si dalje të gëzueshme. Mos harroni të ndani momente për vetë reflektim, duke ruajtur ekuilibrin tuaj të brendshëm gjatë gjithë ditës së sotme. Akrepi. Marsi ju jep energji sot, duke rritur pasionin dhe vendosmërinë tuaj. Kanalizoni këtë intensitet të zjarrt në ndjekje të karrierës, ku aftësia juaj për të lundruar në kompleksitete sjell sukses. Kini kujdes të përballeni me impulset. Durimi strategjik është çelësi për të ruajtur ekuilibrin profesional. Çështjet financiare kërkojnë vigjilencë, prandaj vlerësoni rreziqet para investimeve. Miratimi i një qasje konservatore mbron nga humbjet e mundshme. Përfitimet shëndetësore nga kanalizimi i energjisë në aktivitete fizike si vrapimi ose artet marciale, të cilat rrisin si qëndrueshmërinë ashtu edhe disiplinën. Marrëdhëniet lulëzojnë me komunikim të hapur.
Shprehja e emocioneve me transparencë nxit besimin, duke thelluar lidhjet me të dashurit. Për beqarët, dita premton takime interesante, të cilat mund të çojnë në lidhje kuptimplote. Ndër veprimet shoqërore pasqyrojnë sharmin magnetik të akrepit, duke tërhequr individ me mendje të ngjashme. Angazhohuni në hobi si shkrimi ose fotografia, duke ushqyer anën tuaj krijuese dhe duke ofruar çlirim katarsi. Përqafoni momentet e vetanalizës për të rivendosur qëllimet me vlerat personale, duke siguruar qëndrueshmëri emocionale dhe rritje gjatë gjithë ditës. Shigjetari. Shpirti aventuresk që mishëroni kaq natyrshëm amplifikohet sot nga ndikimi i gjerë i Jupiterit. Është një kohë e përshtatshme për të eksploruar ide të reja ose për të ndërmarrë udhëtime, qofshin fizike apo metaforike. Profesionalisht, optimizmi nxit kreativitetin, duke nxitur zgjidhjen inovative të problemeve. Bashkpunoni me vizionar, duke zgjeruar horizontet. Financiarisht, strategjizoni investimet që përqendrohen në fitimet afatgjata mbi fitimet e shpejta, duke siguruar stabilitet për sipërmarrjet tuaja ambicioze. Shëndeti përfiton nga balancimi i energjisë së lartë me pushimin. Prandaj përqafoni aktivitete si ecja në natyrë që përzien lëvizje me qetësinë. Në marrëdhënie, hapja ushen lidhjet. Ndani ëndra dhe aspiratat me të dashurit për të forcuar lidhjet. Shigjetarët beqar mund të gjejnë romancë të re përmes ndjekjeve aventureske. Shoqërisht, entuziazmi juaj fuqizon mbledhjet, duke i bërë prezantimet pa probleme dhe të këndshme. Daljet artistike si vallëzimi ose lojërat e fatit kanalizojnë energjinë e gjallë në mënyrë krijuese. Përqafoni meditimin për të qetësuar mendjen tuaj, duke harmonizuar zemrën tuaj të etur me qëllimin e fokusuar. Lërini energjitë optimiste të udhëheqin aspiratat tuaja të lulëzuara sot. Britsjapi. Ndikimi i Saturnit të sotëm sjell një energji të qëndrueshme dhe toksore, duke ju nxitur të përqendroheni në qëllimet afatgjata. Natyra juaj e disiplinuar lulëzon në mjedise të strukturuara. Prandaj jepini përparësi planifikimit dhe ekzekutimit të strategjive që japin rezultate të qëndrueshme. Profesionalisht, cilësitë tuaja të leadershipit shkëlqejnë, duke frymëzuar kolegët dhe duke drejtuar projektet me saktësi. Maturia financiare plotëson ambicien tuaj, duke siguruar që burimet të optimizohen në mënyrë efektive. Shëndeti përfiton nga një rutinë vazhdueshme që përfshin të ushqyerit dhe aktivitetet fizike si stërvitja e forcës, duke nxitur qëndrueshmërinë. Në marrëdhënie, filloni me besim biseda që adresojnë aspiratat e ardhshme, duke nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë. Ky shtrirje planetare favorizon ndërtimin e themeleve të qëndrueshme me partnerët, duke hapur rrugën për një lidhje më të thellë. Britsjapët beqar mund të hasin perspektiva të përputhshme përmes ndjekjeve intelektuale. Ndër veprimet shoqërore pasqyrojnë natyrën tuaj të besueshme, duke rritur besimin dhe shoqërinë. Kreativiteti gjen shprehje në aktivitete si kopshtaria ose punimet artizanale, duke rigjallëruar shpirtin tuaj. Përqafoni vetanalizën për qartësi, duke i përshtatur veprimet me vlerat thelbësore për të lundruar me sukses këtë ditë. Ujori. Me uranin që përforcon kreativitetin sot, zgjidhje inovative për sfidat e vjetra lindin pa mundim. Në punë idet tuaja shpikse tërheqin vëmendjen. Bashkpunoni me të tjerët që ato të fitojnë terren. Kini kujdes nga keqkomunikimet. Qartësia në shprehje siguron ndërveprime të pandërprera. Horizontet financiare tregojnë premtime. Eksploroni opsionet e investimeve jo konvencionale me kujdes. Përfitimet shëndetësore nga provimi i rutinave të reja të fitnessit, duke angazhuar si mendjen ashtu edhe trupin. Në marrëdhëniet personale, autenticiteti nxit lidhje më të thella. Filloni biseda zemër më zemër, duke rritur mirëkuptimin e ndërsjellë dhe empatinë. Përqafoni spontanitetin për të forcuar lidhjet. Përshtatja ndaj ndryshimit fuqizon rritjen. Nëse jeni beqar, aventurat shoqërore mund të sjellin perspektiva interesante me një entuziazëm të përbashkët për jetën. Ndër veprimet publike pasqyrojnë shpirtin tuaj origjinal, duke inkurajuar lidhje të larmishme dhe duke pasuruar rrethin tuaj shoqëror. Pasionet artistike, qoftë në teknologji apo arte, frymëzojnë kreativitet dhe gëzim. Meditimi sjell fokus, duke balancuar inovacionin me qetësinë. Besojini intuitës suaj ndërsa lundroni me hir në energjinë dinamike të ditës. Peshqit. Në ndikimin mistik të Neptunit, intuita udhëzon udhëtimin tuaj sot, duke frymëzuar përpjekje reflektuese dhe krijuese. Kjo energji kozmike ushen ëndrat, duke ofruar një terren pjellor për rritje personale dhe profesionale.
Në punë besoni instinkteve tuaja. Ato çojnë në njohuri transformuese. Financiarisht ruani disiplinën. Buxhetoni me mençuri për të siguruar stabilitet mes luhatjeve të mundshme. Shëndeti përmirësohet ndërsa përqafoni praktikat holistike si yoga dhe frymëmarrja e vetëdijshme, duke ushqyer harmoninë mendje-trup. Emocionalisht hapja forcon marrëdhëniet. Ndani vizione dhe ndjenjat tuaja me të dashurit për të përforcuar lidhjet. Peshqit beqar mund të gjejnë romancë në komunitete shpirtërore ose artistike, duke nxitur ndërveprime kuptimplote. Shoqërisht, empatia dhe thellësia juaj tërheqin të tjerët, duke lehtësuar shkëmbime dhe miqësi pasuruese. Angazhohuni në shprehje artistike si piktura ose muzika, duke siguruar një dalje për shpirtin tuaj imagjinativ. Lejoni momente për vetmi, duke nxitur paqen dhe qartësinë e brendshme. Lejoni intuitën të jetë busulla juaj, duke ju udhëhequr përmes tapetit kompleks, por shpërblyes të përvojave sot. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.